Antidroga e Tiranës ka goditur një tjetër grup kriminal të përfshirë në shitjen dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Në total, prokuroria ka firmosur 44 urdhër arreste, ndërkohë Blut kanë arritur që të kapin 25 prej tyre. 6 të tjerë janë arrestuar në operacionet e mëparshme, por që kanë rezultuar të lidhur me këto grupe, si dhe 13 janë ende në kërkim. Hetimet dhe përgjimet në fakt kanë nisur prej disa muajsh në kohën kur antidroga drejtohej nga Arber Zemani, ku për pjesën më të madhe të grupit ishin siguruar provat e implikimit. Operacioni u finalizua këtë të premte, ku drejtuesi i sektorit të trafiqeve Gentian Aliaj përfundoi identifikimin e të gjithë anëtarëve të këtij grupi. Në total, Blut kanë sekuestruar mbi 2 kg kokain, 16 kg kanabis në formë çokollate, vaj kanabisi e të tjerë. Gjatë kontrolleve janë zbuluar armë zjarri si dhe afro 120.000 euro të dyshuara si të vjedhura në një bankë jashtë shtetit. Të gjithë këta persona shpeshherë bashkëpunonin me njëri tjetrin, të ndara në disa grupe më të vogla, ku shpërndanin drogë në disa zona të Tiranës, ku më të lakmuarat ishin zonat e ish-bllokut, ish-parkut, autobusave, në afërsi të qendrës, në fresk, kino studio, kombinate të tjerë.